Në fillim të vitit mori dënim me burgim prej 18 vjetësh. Mirë po Ndretnika betejën për akuzën për vrasjen e të dashurës së tij argjentinase, po e vazhdon edhe në gjykatën e apelit. Në seancë nuk prezantoi prokuroria e apelit, mirë po përmes gjyqtarit raportues, u tha se është kërkuar dënim më i lartë se ai prej 18 vitesh, burgimi i shqiptuar në shkallë të parë. Dënimet e ashpërsohet me proporcion në seriozitetin ekstrem të veprës penale, shkallën e lartë të palësisë dhe pasurit të shkaktuara. Kurse nga familja e Maria Klarës, Urdangaraj, u kërkua që Ndretnika të dënohet me burgim të përjetshëm. Sa i përket lartësisë së dënimit, me propozimin që të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të akuzuarit të shqiptohet dënim me burgim të përjetshëm. Kohët e gjatë në apelim të vendimit të shkallës së parë mori mbrojtja të akuzuarit. Avokati i Ndretnikës Tom Gashi fillimisht njoftoi se ka ushtruar padi ndaj pronarëve të objektit ku ka ndodhur ngjarja, duke pretenduar se ajo ndërtesë nuk plotësonte kushtet teknike. Ky objekt kur nuk ka qenë legalizuar, ky objekt është legalizuar faktikisht një vit e gjys pasi që Klara fatkeqësisht ka vdekur duke rënë nga një objekt i cili nuk është efekt. Dhe arsyeja e vdekjes së Klarës nuk është klientin, ky nuk është fajtor. Fajtor është drejtori, respektivisht pronari i hotelit, për shkak se hoteli nuk është shtëpi. Pjesë e kontesimit të tij është edhe ekspertiza e kryer një vit të gjysmë pas ngjarjes, çka sipas tij kjo ka mundësuar edhe ndërhyrje në vendin e ngjarjes. Kur kanë shku ekspert, kanë gjetë krejtësisht një dritare tjetër, mirë po jo dritare ata thonë të njëjtë në katët më poshtme që i kanë bërë. Kanë gjetë në dhomën 403, një dritare, cila tash është krejt ndryshe, i ka 3 gjama, dritarja me kornizë që ka raj ka pas 2 gjama, e gjej me 10 buljona. Mirë po sipas tij edhe në gjetjet e kësaj ekspertize nuk është bazuar fare aktgjykimi dënues i gjykatës themelore në Prishtinë. Qysh është normale do thotë kur njëjtën kohë ekspert thonë që jo me shtyrje nuk kanë ujë 20 peshave 120 kg me shtyr dritaren, thotë me shtyrje që i ka bërë të dëmtuarës, të ndjerës Maria Klara, e ka nxjerrë kornizën. Bazuar në këtë, Tom Gashi kërkon lirimin e Ndretnikës, duke theksuar se vdekja e Maria Klarës ishte aksidentale, si pasojë ndërtimeve jo kualitative të objektit. Klara ka rënë aksidentalisht, se për aksidentet dihet çfarë duhet mu bë, duhet me liru Ndritin, sepse është diçka të cilën nuk mundet të thotë askush me vërtetu që për shkak të shtyrjeve ka mujt prej poshtë lart. Mos me dalën e që veç po e thon pa prova. Nëse i shtyj xhamin, këshin situatë krejt tjetër. Do thotë, është krejt tjetër. Nëse kish rrap me xhamin, po themi prapë kish qenë situatë tjetër sepse kish mujt me fajsu jo silikoni, jo kjo ajo. Ka ra korniza, imagjinoni po ti korniza është njëjtë sikur me ra muri. Sipas kolegjit të gjykatës së apelit, vendimi do të shpallet brenda kohës së arsyeshme.